Gjithashtu e kemi një dakordim me prodhuesin shtetëror të Turqisë, që kjo fabrikë të funksionalizohet jo më vonë se në fund të vitit 2026, pra vitin e ardhshëm. Kallëzon tash, ku edhe kur ka më ndërtu që kjo fabrika municionit që o përmend? Ne vetëm dihet që kemi bërë një kontratë vitin e kaluar me 16 dhjetor për funksionalizimin e fabrikës së municioneve, për prodhimin e makinerisë për fabrikën e municioneve. Ku ka me qenë? Gjithashtu është bërë një kontratë tjetër për ndërtimin e kësaj fabrike, pikërisht me të njëjtin prodhues shtetëror, që është MKE nga Republika e Turqisë, është planifikuar që të vendoset në regionin e Gjakovës, për shumë arsye, mirë po edhe për faktin që tani më atje kemi vendosur një pjesë të madhe të kapaciteteve tona ushtarake. A o gjetë placi, a o negocu veni, a ka fillu ndërtimi? Ne kemi identifikuar, jemi duke punuar për një zonë industriale të mbrojtjes, ku nuk do të vendoset vetëm fabrika e municionit, por do të vendosen edhe fabrika të tjera dhe prodhues të tjerë të industrisë ushtarake që mund të vinë nga sektori privat, sepse çka duhet të theksoj këtu është që kjo fabrikë është planifikuar që të drejtohet nga një kompani publike e qeverisë së Kosovës, normalisht me rol të veçantë nga Ministria e Mbrojtjes, e cila do të prodhoj për nevojat e strukturave të sigurisë në Kosovë, mirë po do të prodhoj edhe për eksport, duke qenë që kjo fabrikë prodhon municione të standardeve të NATO-s. Okej, duke i po procedurat e prokurimit që ki tash pak ma shumë përvoj, je i rreshkon me tonë është, mas i ke qenë minister, so ka me zgjatë derisa të kryhet fabrika e municionit? Ne kemi një vlerësim, gjithashtu e kemi një dakordim me prodhuesin shtetëror të Turqisë, që kjo fabrikë të funksionalizohet jo më vonë se në fund të vitit 2026, pra vitin e ardhshëm. Kosova do të filloj të prodhoj. A reale me prit që për një vjet e ndërtoni? Patjetër, ato vetëm makinerit janë duke u prodhuar aktualisht në Turqi. Tash ndërtimi i objektit nuk merr shumë kohë në raport me ndërtimin dhe mund të themi zhvillimin e atyre makinerive. Pra, ne po flasim për një kontratë që është bërë me 16 dhjetor të vitit të kaluar dhe një aneks kontratë që është bërë këtë vit që adreson çështjen e ndërtimit të fabrikës. Mirë, po marrojnë diçka me marru fabrikë municionit, është diçka shumë ma e komplikume se me marru drona. Për po thëmë sepse kemi eksperta dronave në Kosovë, sepse po e di që kemi njerë që po i marrojnë drona ushtrive tjera në përbot. A ke mendu me përdor talentin lokal inovator pse me e prodhu dronin këtu? Pse s'kemi, me fjallë tjera, plan tondin për fabrik dronave? Jo, ne kemi plan, edhe kemi një vendim që Qeveria e Republikës së Kosovës gjatë vitit të kaluar ka marrë në lidhje me një komision ndërqeveritar, pra ndërministror, që u udhëhiqet nga unë, që adreson dy çështje, pra fabrikën e municionit dhe zhvillimin e dronëve. Edhe për këtë çështje. Zhvillimin po, veç mi ble jashtë. Jo, zhvillimin për prodhimin e dronëve në Kosovë. Dhe për këtë çështje. Pse të një na, si gazetar, që ka një komision ndërministror me bo diçka, i bjen çka më bo kur. A di pse? Se shumicën e ndërministrorëve, komisioneve ndërministrore, iniciativat mesin pa non, me një fjallë tjera, të tënë jeni hisedar në fund kërkur se merë përgjësi. So drona i kena marru në Kosovë, prej që jo bo qaj komision? Nuk është çështja e prodhimit dronëve, nuk është e thjeshtë, normalisht që do të zhvillohet, do të patentohet, do të certifikohet si objekt. Thjesht s'është as 4 vjet. Komisioni është themeluar vitin e kaluar në nëntor, pra i ka më pak se një vit. Ani, më pak se një vit, qa keni bo që një vit? Po, patjetër, unë besoj që vetëm keni arrit edhe keni mund me po edhe publikimet që kemi bo. Blerjen e dronave nga jashtë. Jo, së bashku me ambasadën e SBA-ve dhe Odën Ekonomike Amerikane, ne kemi realizuar edhe vlerësim të inovatorëve në Prizren me fillim të tetorit të këtij viti. E kemi po, domethënë vizitën me kryeministrin Kurti që keni bote kompania e prodhimit të dronëve ushtarak Skifteri. Aty keni thonë që prioritet është mbështetja e inovatorëve, po mu po më intereson prej që keni bo vizitën, edhe keni dalë në televizor. Po, kryeministri ka qenë vizitë, unë nuk kam qenë mirë, po unë kam qenë në aktivitetin ku kemi bo vlerësimin e 10 inovatorëve të dronëve. Qysh, një vjet vlerësima? Një vjet veç vlerësim?
të inovatorëve? Jo, ne kemi kontaktuar spori këta njerëz, kemi zhvilluar kontakte, kemi ndërtuar konceptin se si do t'i vlerësojmë ato inovacione, sepse jo çdo gjë që fluturon është dronë.